Një ditë para se të përfundoj afati kushtetues për formim të qeverisë së re, nga mandatari i lëvizjes vetëvendosje për kryeministër Albin Kurti, nuk ka sinjale për sigurimin e një shumice parlamentare në kuvend. Edhe pse përfaqësuesit e koalicionit, lëvizjes vetëvendosje, Alternativa dhe Partia Guxo, gjatë gjithë kohës thonin se i kanë votat për qeverinë, sa më shumë afrohej afati kushtetues, aq më pak i jepnin shpresa vetë ata. Në kuvendin e Kosovës të dielën e 26 tetorit, në orën 10 është saktuar që të mbahet seanca për zgjedhjen e qeverisë së re të Kosovës. Analistët politikë dhe drejtues të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, që pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të përgjithshme të nënshkurtit, thanë se koalicioni që mori më së shumti vota, nuk i ka votat për formimin e qeverisë. Megjithatë, kjo mohohej çdo herë nga vetë koalicioni që doli i pari, edhe pse për disa muaj nuk kishte vota për votimin e kryetarit të kuvendit, por thoshte që i ka votat për qeverinë. Unë mund të bëj koncesione e kompromise në negociatat për formim të qeverisë. Kështu ka qenë çdo herë. E për çfarë do ta kem përgjegjësinë, sepse të drejtën dhe detyrën, por jo dhe për konstituimin e kuvendit. Kur të vije puna e qeverisë që është përgjegjësi e subjektit fitues në mënyrë ekskluzive, atëherë ne do ta dëshmojmë vetën. Ne kemi numrat për qeverinë dhe let na mosin, let na sfidojnë. Ta e dinë që ne i kemi votat për qeverinë, dhe duke ditur që i kemi votat për qeverinë, e mbajmë peng kuvendin e Republikës së Kosovës. Si e keni po propozimin e partnerës së Në kek. Reformimin që njëtë përkoshme. A bën duke ec rrugës, fotografohemi se janë duke më prind aty më. Fal mbledhjeve të përbashkëta të qeverisë dhe protokollit zbatimit. Mbledhja e dy qeverive ka qenë nëntor, ju përshini sa shpejt e mbare mirë realizuam në prem. A keni me realizu qeverinë shumë? A i 60 vota? A i ki 60 vota për të bo kryeministër? A i keni 60 vota për kryeministër? Përveç suksesive që i kemi në nivelin qendror dhe pengesave që na i nxjerrin të tjerët për të na vënuar, sepse ata e dinë përsi ne që veç vënim se përshtim s'ka. Se ne kemi 15 ditëshin tonë, edhe unë jam shumë i sigurt që në momentit që konstituohet kuvendi, brenda atij afati do ta kemi qeverinë Kurti 3. Ne jemi qeveria në detyrë, por sa të fillon punën në kuvendi, e zgjedhim qeverinë e re. Unë jam në muajin e 7 të vitit të 5 të mandatit të plot 4 vjeçor, pra është më shumë sa që është dashur. Herën e parë ishte më pak sa që është dashur, herën e tretë do të jetë tamam. Dita e fundit, kur do të mund të mbahet seanca e kuvendit, ku unë prezantoj kabinetin e ri qeveritar, është 26 tetori. Këto ditë jemi të përqendruar maksimalisht në analizën gjithëpërfshirëse dhe hollësishme të rezultatit të zgjedhjeve lokale. Por, shumë shpejt, qysh në këtë javë, do të fillojmë komunikimin dhe bisedat edhe për qeverinë qendrore. Dhe duhet të kemi një mandat të rregullt, i cili padyshim që do të filloj, por sa ne ta nxjerrim në seancë kuvendi përbërjen e re të qeverisë Kurti 3. Që është shumë e rëndësishme, po bëhemi gati për qeverinë Kurti 3. Nëse nuk ka qeveri Kurti 3, padyshim që jemi të gatshëm për zgjedhje të reja parlamentare. Po edhe nëse ne i rikthejmë ose ka ndonjë shans, themi hipotetikisht për negociata me nismën, prap nuk janë 61 vota. Domethënë prap ne do të kemi në një farë forme ndjeshmëri të lartë karshi funksionimit të mirëfillt, për shkak se me 61, pastaj me secili deputet do të bëhet ose deputetet do të jenë themi qelësi i suksesit ose dështimit të secilës seance. Eventualisht mund të ketë marrëveshje politike për të kalu disa projekt ligje ose projekt buxheti në këtë rast, që mos ballafaqohemi me situatë të krizës së shtetit që mund të përcjellet në vitin 2026, apo edhe ndonjë projekt ligj apo marrëveshje ndërkombëtare e cila lidhet me
fondet e Bashkimit Evropian, që i bie që mund të ketë një qeveri, po them prap hipotetikisht, po e flas pa ndonjë argumentim real të shansave tashmë të formohet, por nëse vendosit interesi shtetit, përpara mund të jetë një marrëveshje e përgjithshme. Do të përpiqemi maksimalisht deri në ditën e djegmës lotë, po të honën shumë përgatitur. Ose kemi bërë qeverinë ose kemi bërë. Prandaj në këto ditët e mbetura jemi të komuniku, jemi të bisedu. Nuk është kollaj se s'di si me u shpjegu, ndoshta pak e keni ndjellë vetë, po është intoksiku atmosfera shumë. Ka shumë gjelozie, inate, sinizëm, shumë se ide, punë, pasion. Por jemi ku jemi tash këtu, edhe do të përpiqemi që ta bëjmë. Qeverinë, për ndryshe, siç po duket, alternativa do të shkojmë zgjedhje prapë. Ose do ta bëjmë në qeverinë, ose do të shkojmë zgjedhje. Nuk po duket që opozita ka vullnet dhe as synim për qeveritë të tyre alternative. I pa kokën e fortë edhe ti se 2 javë para mund të ne bëme nisme. Ditën e mirë, suksese. Çfarë presim nesër në mëngjes se kuvend. Ai keni numrat për qeverinë.